Zoti Tavo, një vit e gjysmë nëse mund të themi në drejtim të Bashkisë së Himarës, megjithatë të përmendim vitin 2025. Si ka qenë 2025 në drejtim të Bashkisë së Himarës, ato çfarë kemi thënë, prioritetet dhe ato çfarë janë realizuar gjatë këtij viti? Në fakt është rreth një vit e 3 muaj në krye të Bashkisë së Himarës, një vit sfidues dhe për mua, pasi para unë nuk kam qenë ndonjëherë në drejtimin e pushtetit vendor, dhe e dyta, Himara ka veçoritë e veta në ndryshim nga bashkitë e tjera të vendit tonë, kështu që më duhet të përballesha me një sër sfidash, një sër problematikash. Jam përpjekur t'i trajtoj me qetësi dhe maturi dhe them që ja kemi dalë. Ja kemi dalë që pikë së parit të rikthejmë qetësinë e shumë dëshiruar nga të gjithë në Himar dhe jo përplasjet. Dhe ajo që ka më tepër rëndësi, ja kemi dalë që të kthejmë përsëri vëmendjen tek Himara, tek investimet në Himar, investime që janë patjetër në shërbim të komunitetit, për përmirësimin e jetës të banorëve të Himarës, por jo vetëm, duke patur parasysh që Himara është kryeqendra e Rivierës shqiptare, padyshim që ne kemi punuar dhe do vazhdojmë të punojmë duke investuar në ato sektor që janë të lidhura drejt për drejt me përmirësimin e kushteve, sikur se thash, për banorët, por edhe për vizitorët që vizitojnë Himarën gjatë sezonit turistik. Zoti Tavo, për të thënë pak dhe për të qenë fjalës që ju thatë për të sjellë atë qetësinë. Mendoni se një doktor bëri punën e durë, shëroi plagët e Himarës për sa i përket asaj mungesës së qetësisë politike në Himar, duke qenë se Bashkia e Himarës vjen edhe nga një valë trazirash, ku i thonë në për sa i përket zgjedhjeve gjithmonë. Joni, Himara është keq përdorur. Mariotët janë njerëz me temperament të veçantë. Himara është një krain me një histori shumë shekullore që e njohim të gjithë. Nuk është se këtu duhej asdor doktori dhe asdor politikani, me thënë drejtën. Këtu duhej që të njohim atë që ekziston, pra realitetin, ta pranojmë siç është. Dhe e dyta, mos harrojmë që Himara është e Himariotëve dhe kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojnë të gjithë dhe të mos ndërhyjnë në punët e Himarës njerëz që s'kan asnjë lidhje me Himarën dhe Himariotët. Jam përpjekur të mbaj pikërisht këtë qëndrim dhe të shërbej në mënyrë të barabartë pa përjashtim të gjithë banorëve të kësaj kraine për çdo çështje, për çdo problem, dhe të angazhohem maksimalisht për të zgjidhur çështjet dhe problemet që banorët kanë. Unë jam gjithmonë i parimit që nuk ka problem që nuk zgjidhet nëse ekziston dëshira dhe vullneti. Çdo gjë diskutohet dhe çdo gjë zgjidhet. Nëse duam ta zgjidhim, nëse duam që një çështje, një problem ta mbajmë ndezur, atëherë po edhe këtë mund ta bëjmë. Por unë jam gjithmonë i krahut që problemet duhen zgjidhur, çështjet duhen trajtuar dhe nuk duhen lënë ato që të zmadhohen dhe të krijojnë probleme edhe më të mëdha që e kam thënë her pas here që kalojnë kufijtë e Himarës ndonjëherë dhe kufijtë e vendit tonë dhe bëhen probleme ndërkufitare. Në këtë kuptim kam punuar që të arrij atë që e kam vënë pikësynim vetes, që Himara të mos ketë më probleme dhe çështje të tilla, por t'i zgjidhim ato që pa u krijuar akoma. Kështu që shpresoj që deri më sot ja kem dalë. Pak ditë më parë në një takim të zhvilluar në Himar, u deklaruar që 2025 ka qenë nga vitet më të mira për sa i përket zhvillimit të turizmit në Himar. A mund të themi që ka qenë nga vitet më të mira dhe që mbetet, nëse mund të themi, etalon apo promovim për vitin e ardhshëm?
Unë ditë them që si mbas statistikave tona, ne kemi një rritje 25-30% të turistëve, të vizitorëve që kanë vizituar Himarën këtë vit. Dhe kjo reflektohet edhe në rritjen ekonomike, në të ardhurat e Bashkisë Himarës, ku janë 280% më shumë se vitin e kaluar, dhe kjo padyshim do reflektohet në vitin e ardhshëm në investimet që do të kryejmë në këtë bashki, në të gjithë sektorët e Himarës, jo vetëm në infrastrukturë, që padyshim infrastruktura do marrë pjesën kryesore të vëmendjes tonë, por edhe në sektorë të tjerë, cilët janë pothuajse po aq të rëndësishëm, pasi qëllimi i Bashkisë Himarës është që ne të arrijmë që Himarën ta bëjmë të vizitueshme për gjithë vitin dhe Himara të jetë turistike si krahin dhe meriton të jetë kështu për gjithë vitin dhe jo vetëm për një sezon veror, sepse Himara nuk ka vetëm detin. Himara ka një njësi administrative me peizazhe të nuk diskutohet që janë të mrekullueshme, me njerëz të mrekullueshëm, me tradita dhe zakone të cilat shumë njerëz që i njohin duan të shkojnë dhe të shikojnë nga afër, por ata që nuk i njohin dhe që kanë dëgjuar patjetër duan që ta vizitojnë atë zonë, dhe ne ndërhyjmë në mënyrë të njëjtë, sikurse edhe në njësinë administrative të Himarës apo të Lukovës dhe në Hor Vranisht, për të përmirësuar infrastrukturën, për të bërë të aksesueshëm shumë vende të cilat mund të jenë dëgjuar, por jo vizituar nga turistë ndryshëm, ose dhe ata që kanë dashur të vizitojnë për arsye të terrenit të vështirë dhe pamundësisë për t'i aksesuar, nuk kanë patur mundësinë ta bëjnë këtë gjë. Himara, sikur se thash, nuk ka vetëm detin, ka shumë monumente historike, ka kalat që janë karakteristike për Himarën, ka kishat, manastiret, pra objektet e kultit që janë po aq kanë mbartin po aq histori, dhe që edhe në këtë drejtim ne si bashki jemi fokusuar për të investuar në infrastrukturë për t'i bërë më të aksesueshme, më të lehta të aksesueshme për vizitorët që duan t'i vizitojnë. Pra ka, sikur se thash, një histori që mund të jetë dëgjuar, por jo njohur në detaj. Ata që vinë në Himarë do të duan që të njohin historinë e Himarës në detaj, dhe ne do ta bëjmë të mundur këtë gjë edhe nëpërmjet sajtit ton, që do të jetë çdo gjë e digitalizuar dhe turisti do të ketë mundësi nëpërmjet jo vetëm faqes ton, por kudo me barcode të aksesojë në mënyrë online çdo informacion që do i duhet për dhe çdo vend që do i duhet vizitojë në Himarë. Zoti Tavo, normalisht me reformën territoriale e Bashkia e Himarës zgjeruar ka kërkon dhe një vëmendje qoftë te zonat rurale, sikur se ju përmendat. Ju keni bërë disa investime konkrete, nëse mund t'i përmendim, dhe çfarë objektivash ose çfarë synimesh ka kryetari i Bashkisë Tavo për këto zona, por edhe për vitin pasardhës? Sikur se e thash, unë nuk i ndaj dhe nuk kur s'kam për të ndarë njërën zonë nga tjetra. Për mua vëmendja është e barabartë e njëjtë në të gjitha zonat, duke investuar në mënyrë të barabartë, sidomos në infrastrukturën, se problematika kryesore është infrastruktura, por jo vetëm kaq, në mënyrë të barabartë në të gjithë sektorët, në çdo njësi administrative që ka Himara, sepse sikur se thash, është shumë e dëgjuar Himara, është shumë e dëgjuar Lukova, është shumë e dëgjuar Hor Vranishti. Ajo që ne kemi për detyrim është që të investojmë në infrastrukturën e këtyre zonave në mënyrë që ato t'i bëjmë të aksesueshme për gjithë ata që i kanë dëgjuar dhe që duan t'i njohin nga afër. Nëse mund t'i referohemi, lëm pas në vit 2025, jemi ditë e fundit të saj, nëse mund t'i referohemi në vit 2026. Ju përmend disa nga prioritetet apo disa nga investimet të rëndësishme të cilat do të kryen në Bashkinë e Himarës. Megjithatë, çfarë presin qytetarët, por dhe turistët të cilët do të vizitojnë Himarën në 2026? Patjetër kushte më të mira se 2025, dhe ne po punojmë në këtë drejtim. Duhet ju them që ne para 2 ditësh miratuam buxhetin e Bashkisë së Himarës në datën 22, një buxhet që nuk është parë ndonjëherë në historinë e kësaj bashkie.
78 milion euro, kur unë erdha në bashki për 2024 kishim i buxhet diku te 13-14 milion, e quam 2025 në këtë vit që jemi 29 milion dhe 2026 ne kemi 78 milion. Kjo falë punës shumë të mirë të administratës së bashkisë, bashkëpunimit shumë të mirë që kemi me gjithë operatorët, pra gjithë bizneset e bashkisë Himarës, mirëkuptimin, dhe falë zgjerimit të skemës tatim paguzve, por nga ana tjetër edhe falë bizneseve të reja që janë hapur këtë vitin e fundit në Himar, arritëm që të kemi ndoshta buxhetin më të madh se shumë bashki tjera të mëdhaja të vendit tonë. Zoti Tavo, me një karrierë të gjatë politike, emri i Evangel Tavos duket që u mbështet nga himariotët. Megjithatë, nuk është një mandat i plot. A do të fitoj sërish Tavua zemrat e himariotëve për të vazhduar të qeverisë ose për të qenë në krye të bashkisë Himarës, e ka në objektivat e tij politike? Është shpejt për të folur për zgjedhjet e ardhshme, mos harrojmë që jemi mbi një vit e gjysmë akoma para. Nuk të gjitha këto që unë përmenda, gjithë këto investime, gjithë kjo punë që bëhet, nuk kam për qëllim zgjedhjet, se unë asnjëherë nuk kam punuar për zgjedhjet e ardhshme, por ajo çka është e rëndësishme është që ne të realizojmë ato që kemi premtuar kur fituam zgjedhjet. Pastaj kur vinë zgjedhjet e tjera, është elektorati ai që vendos se ose do vlerësoj kandidatët dhe do votoj për ta. Kështu që nuk i mendoj kur zgjedhjet. Pak në jeta personale, është e vështirë për juve si familja normalisht në një jetë tuaj në kryeqytet apo në qytet tjerë të zhvendosen në marrësia vënë në kryetari? Patjetër që ka vështirësitë e veta, por kam vendosur të jem përfaqësues i himariotëve në këtë mandat, kështu që jam i detyruar që të jem banor i Himarës dhe jam banor full time. Nuk shkëputem nga Himara, nuk jam shkëputur, banoj në bashkinë e Himarës dhe kuptohet, vizitoj në ditë e pushimit familjen në Tiranë. Emri Evangel Tavos, kur u kandidua për kryetar të bashkisë Himarës, u prit nga të dyja vendet, ashtu si nga Greqia, ashtu edhe nga Shqipëria. Normalisht u kandidua nga Partia Socialiste e Shqipërisë, por u prit edhe nga Greqia. Mund të themi që është një vlerësim për emrin dhe figurën e Evangel Tavos? Patjetër që është vlerësim. Unë kam ardhur këtu jo si himariot, se nuk jam himariot, jam dropolit, por erdha këtu në një situatë jo të zakonshme për Himarën dhe erdha këtu me një mision, një qëllim që po punoj pikërisht për të realizuar atë qëllimin dhe misionin. Kështu që kjo është dhe arsyeja përse e mora përsipër këtë detyrë me besimin të vetja se mund t'ja dalë dhe me qëllimin që, sikur se e thash dhe në fillim, që Himara të mos dëgjohet për çka është dëgjuar ndoshta deri para një viti e ca për konfliktet dhe sherret, por të dëgjohet për shumë arsye që ka për të dëgjuar Himara në gjithë botën, për historinë që është dëgjuar historikisht, por jo vetëm, të dëgjohet vetëm për çështje shumë pozitive dhe të vlerësohet ashtu siç e meriton të vlerësohet Himara dhe himariotët kudo në botë. Nëse marrim emrin Evangel Tavos jo si kryetar bashkie, por personal si Evangel Tavo. Si shpritur Tavo në Himar, marrëdhëniet e tij personale me qytetarët e Himarës? Marrëdhëniet padyshim që janë shumë të mira, ndoshta pa më njohur s'kisha si të kisha marrëdhënie, por mbasi jam prezantuar dhe mbasi më njohën himariotët, mund t'ju them që marrëdhëniet i kam shumë të mira pa përjashtime të gjithë faktorët, qofshin këto e para njerë me njerëzit, me popullin dhe pastaj me faktorët politik, nuk kam asnjë problem. Ba një sekund. Në vitin 2025 ka njohur investime shumë të rëndësishme në bashkinë e Himarës, duke trekur të gjitha zonat rurale. Nëse mund të përmendim disa nga investimet më të rëndësishme të realizuara pikërisht nga bashkia e Himarës në këtë vit 2025 që vjen pas. Janë shumë, sidomos sikur se thash në infrastrukturë, ku rreth 70% e buxhetit shkon në infrastrukturë. Janë investime të rëndësishme, të qëndësishme, të domosdoshme për infrastrukturën e zonave rurale, duke filluar që nga Hor Vranishti me rrugën dhe qendrën e Vranishtit, me
rrugën e Tërbaçit, cilat janë investime në vazhdim, nuk kam përfunduar. Ka investime rrugësh kudo pothuajse në të gjithë në të tre njësitë, në Ilias, në Sasaj, në Lukov, në rrugët e brendshme të Shën Vasilit, të Nivicës, rrugët e brendshme në Bosh, dy rrugët paralele, investime këto bashkëpunime me Fondin e Zhvillimit, por dhe pjesëmarrës në këto investime dhe Bashkia e Marrës janë rrugët paralele me pedonalen e Boshit, që shpresoj vitin tjetër të fillojë investime edhe në pedonale. Janë rrugët këtu në Imar, siç është riasfaltimi, riveshja e rrugës Pilurit, është rruga në një monument, në një manastir, kjo është manastiri i Athalit, malit Athali këtu në Himar, që është rekonstruksion, asfaltim pra i rrugës, është investimi në rrugën e Efterës, që do asfaltohet rruga e Efterës. Për vitin tjetër kemi, nuk e di se sa, domethënë rreth 100 herë më shumë investime se që kemi si vjet, mos më shumë. Kështu që duhet të rrim kohë gjatë për t'i përmendur të gjitha investimet. Janë rreth 99 investime në infrastrukturë për vitin e ardhshëm, plus investimi në ujësjellsin e Lukovës, që do marrim ujin nga Tatsati për 5 fshatrat me rrjetet lirë të njësisë Lukovës, rrjeti i brendshëm i ujësjellsit Kiparojit, investime në kanalizimin e ujrave të zeza në Livall të Himarës, që ishte jashtë projektit të impjantit që është ndërtuar në Himar, ndërtimi i impjantit të ujrave të ndotura në Kiparo, gjitha këto me investime me fondet e bashkisë që po përmend deri tani, dhe shumë rrugë të tjera që do të financohen nga buxheti i bashkisë, është miratuar buxheti, sikur se ju thash, do financohen për vitin 2026. Pedonalja këtu në Himar, që do të ta zgjasim edhe 2.2 km, do ta çojmë në Saraçinko, i thon zonës në fund këtej ku duket. Është rikualifikimi i qendrës historike në fshatin e Himarës lart Kalas, në Himar fshat, është rikualifikimi i lagjes Stefanel, rrugët e brendshme të lagjes Stefanel. Domethënë, me siguri do harroj shumë gjëra nëse do vazhdoj të flas, nuk mund t'i përmend të gjitha, janë me të vërtetë shumë. Një pyetje që ka të bëjë me atë që miratuar në buxhetin e vitit 2026, por edhe që mundun takimin e pagizën të parë, turizmi 2025 dhe prioritetet për 2026 ka të bëjë edhe me artin, kulturën dhe sportin. Nëse mund të referojmë disa problematikë ka patur sporti ndër vite në Himar, ju prezantuat një projekt shumë të rëndësishëm për zhvillimin e sportit në qytetin e Himarës dhe për t'i dhënë ndoshta emrin që Himara ka pasur dikur për ta rikthyer sërish në qytet, apo jo? E kemi miratuar dhe këtë krijimin e shoqatës sportit në mbledhjen e fundit të Këshillit të Bashkisë, dhe patjetër që do akortojmë dhe fondet e nevojshme për ta rikthyer Himarën edhe në fushën e sportit në atë nivel që ka qenë ndër vite dhe që e meriton. Do të krijojmë grupin e përsëri të futbollit. Kemi një grup të mrekullueshëm vajzash të gjimnazit që janë kampion republike në gjitha shkollat e mesme në volejboll dhe do ta federojmë. Ndërkohë, patjetër që Himara si nevojitet një stadium i ri, cilën do ta ndërtojmë vitin e ardhshëm, kemi planifikuar në buxhet për të ndërtuar një stadium, po ashtu do ndërtojmë edhe një pallat sporti të mbyllur për lojrat me dorë. Zot Tavo, në fund edhe një urim juaj për 2026. Si zakonisht në fund viti, patjetër që ne reflektojmë për gjithë aktivitetin e vitit që lëm pas. Besoj që viti që lëm pas ka qenë një vit për bashkinë i suksesshëm. Patjetër lëm një vit që për familjet e Himarës ka pasur gëzime, por mund të ketë pasur fatkeqësisht edhe gjëra që jo të këndshme, por ajo çka është e rëndësishme është që për vitin e ardhshëm, vitin 2026,